Në 18 vjetorin shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka ndodhur një ngjarje pazakont në mes dy institucioneve më të larta shtetërore. Presidenca dhe qeveria nuk kanë mundur të pajtohen rreth durimit të një guri të Trepçës për presidentin Donald Trump. Ministria e Ekonomisë ka refuzuar t'ia jep presidencës një gur të ndërmarrjes Trepça, të cilën presidentja Vjosa Osmani kishte planifikuar t'ia dhuronte presidentit të SBA-s Donald Trump në ceremoninë e inaugurimit të Bordit të Paqes. Sipas burimeve të Gazetës Nacionale, me 17 shkurt, një ditë para se presidentja Osmani të niset për në Washington, presidenca i kishte shkruar Muzeut të Kosovës për mundësinë e dhurimit të një guri të Trepçës. Për dhurimin e një guri të tillë, muzeu kishte kërkuar aprovimin e Ministrisë së Ekonomisë. Më pas, presidenca ju kishte drejtuar Ministrisë së Artane Rizvanollit. Në kërkesën e presidencës tregohen arsyet se pse po kërkohet durimi i këtij guri. Në funksionim të realizimit të nevojave shtetërore dhe duke u bazuar në interesin publik, ju drejtohemi me këtë kërkesë për të shqyrtuar mundësinë e dhënies në pronësi të një guri mineral nga ndërmarrja Trepça për qëllime shtetërore. Të bashkangjitur keni në fotografi. Ky gur mineral do të shërbej ekskluzivisht për përmbushjen e nevojave protokollore, duke ju falendëruar paraprakisht për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj, mbetemi në pritje të përgjigjes suaj. Përveç kësaj, Gazeta Nacionale ka siguruar edhe fotografinë e gurit që ka kërkuar presidenca. Por si duket, arsyet e presidencës nuk e kishin bindur Ministrinë e Ekonomisë për dhënien e një guri të tillë. Drejtori i Departamentit të Minjerave, Skënder Sallaj, ishte përgjigjur presidencës duke thënë se nuk mund të realizohet kërkesa e tyre. Të nderuar, bazuar në kohën e shkurtër për të ndërmarrë hapat ligjor për realizimin e kësaj çështje, ju kërkojmë mirëkuptim për pamundësinë e realizimit të kësaj kërkese. Duke ju kërkuar mirëkuptim, ju shpreh gatishmërinë për bashkëpunim në të ardhmen. Pra si duket, refuzimi i kësaj kërkese ka reflektuar raportet e ftohta të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti. Ftoja këtyre raporteve kulmoi edhe javën e kaluar, kur lëvizja vetëvendosje nuk e kishte propozuar Vjosa Osmanin për presidente. Por kjo e fundit para disa ditëve ka drejtuar kritika të ashpra ndaj kryeministrit Albin Kurti.